Narrativa që deklamon zoti Shej, do kishte vlerën e vetë në një vend, themi, të Bashkimit Evropian, në një demokraci të pastër. Në një vend si Shqipëria, dëshira për të rrëzuar Edi Rama nga pushteti, është, themi, e 9 nga 11 subjekteve që janë në listën zgjedhore. Pra po heq Partinë Socialiste dhe PSD-n si sateliti saj. Pra 9 subjekte do duan që Edi Rama të bie nga pushteti. Por tash narrativa që të gjithë ne të 9 duam të heqim Edi Ramën, por s'kemi mënyrë si ta heqim, thjesht e deklamojmë, është pak kontradiktore, sepse është e vërtet që ky është rolli i opozitës, pra luftoj për të rrëzuar atë që është në qeveri. Tani ne kemi Partinë Demokratike, themi forcën kryesore opozite, dhe kemi disa parti të tjera, mund t'i quajmë dhe satelitë të saj, sepse atë grupin e votave e ka nga thesi madh i demokratëve dikurshëm. Zoti Shej, bashkë me Djathtas 1912, Zoti Basha me partinë e vetë që e quan koalicion, apo Zoti Agron Shej me partinë e tjetër që quan Mundësia, janë subjekte që kanë prioritet të vota e djathtë. Dhe do e kërkojnë votën atje të djathta. Themi, bonusi i tyre është që kërkojnë votues të cilët nuk bien dakord me zotin Berisha. Pra, nuk duan Berishën, këtë votojmë, do votojmë ose të zoti Shej, ose të zoti Shej, ose të zoti Basha. Duke ndarë votat në segmentet të tilla, vetëm priqim punë, nuk është se rregullojmë punë. Kështu që në fund të ditës, sado ne që të bëjmë matematikë, sado që ta shpërndajmë votën, e din shumë mirë që me këtë ligj zgjedhor nuk arrihet kurrë syni, po nuk arrihet sepse... Ja, ma shpjegojmë. Ta shpjegojmë pra, nëse ne kemi 200 vota, zoti Shej, dhe gati, po themi afër gjysmës e tyre do e marri Partia Socialiste, gjithë pjesa tjetër do shpërndahet dhe nuk do prodhojnë mandate. Ja, marrë prava. Nuk prodhon mandate, mund të ngelen vota edhe 7.000, dhe 8.000, dhe 9.000 vota në qarqe të ndryshme, që nuk prodhojnë do deputet dhe digjen. Jo, më nuk digjen ato, e keni gabim, kjo është një narrativ që e përdor PD-ja që shkon vota këtë. Nuk digjen fare. Kjo është matematik, nuk është matematik. Dhe kjo ka ndodhur, nuk është se s'ka ndodhur. Si ka ndodhur? Po kjo ka ndodhur pra. Kur më pra, ja ma thuj. Në zgjedhjet 2021. Po, ja ma shpjegoj, se ta shpjegojnë si ka ndodhur. Ishte LSI-ja dhe PD-ja të ndara, pavarësisht se e thonin që mbash, ishte ndarë në dy subjekte. Çfarë bën? I prishën punë njëra tjetrës. Humbën mbi 5 apo 6 mandate. Ja, ç'është e vërtetë. Po është e vërtet, pra. Ja, pra, ja, po ta them. Është e vërtet, sepse u ndanë votat. Po u ndanë, po nga këto mandate. Por tani do ndahen më tepër. Do ndahen në më tepër subjekte. Po nuk është. Dhe kjo matematik nuk e sjell dot opozitën pushtet, vetëm prish punë. Po jara, se kjo që thoni ju, kjo është një element teknik i dorës dytë. Opozitën pushtet e bin entuziazmi popullor, e bin një dallë, që me thënë drejtën, këto që janë atje ke PD-ja, nuk e ngrejnë më. Entuziazmi për mungon nga gjitha forca, së të PD-ja, por po them, matematika... Po pra, analiza fillon nga kjo. Matematika është kështu, edhe herën tjetër, së është bërë kjo gjurëm, që votat e LSI-s i mori Partia Socialiste. Së është e vërtet, mori gjysmat atë, gjysmat i mori PD-ja. I mori PD-ja, edhe këtë rrallë do i mori prap PD-ja, ato që humbin prej nesh. Po janë vota 100% opozitare, që ndahen gjysëm 50 i merë, dhe më shumë. Mund të marrë gjithë pjesën tjetër, do në ndajmë në subjekte që nuk prodhojnë. Nuk prodhojnë. Po edhe ai social-demokratëve do marrin ajo. Dhe problemi tjetër, dikush është do të ishë, që po ndahet në 3 subjekte. Nëse këto 3 subjekte do të ishin bashkë, ndoshta do kishte mundësi për të prodhuar dhe mandatet të tjera. Nuk ra dakord me zotin Basha, që pra gjithë kundërshtarët e Berishës mblidheshin bashkë në një pol, dhe këtë polin ke vite që i kërkon. Po pra, po si ambritëm dotër, unë po të them. Unë bajmond, edhe zgjedhjet lokale të vitit 2000, nuk keni hyrë në garë për kandidat për kryetarën e Bashkisë së Tiranës dhe themi morët vota të djathta në kurrizë të zotit Mustafaj, pavarësisht se matematika atyre nuk prodhon, Rama fitoi, por prapë në tjetër mënyrë ishte edhe atëherë. Merreshin vota të djathta që nuk do shkonin te putia e Mustafajt. Shiko. Tash ai Mustafaj se kot të shi, po ta shohësh atë librin zgjedhor, nuk ka se humbi nga 8.000. Patjetër, unë e thash këtë gjë, Humbi se ishte për të humb, edhe mbaroi kjo. Por edhe analiza politike 5-6.000 vota, ne analizën e fillojmë, ne po bëjmë analizë politike.
pastaj rezultantja matematikore është dytësore, e bëjmë dhate. Po ne do i bindemi këtij sistemi Po zgjedhor. sisteme po në çdo kohë kjo punë delere. Ja si e mba mend ti që ja hoqët zotit Mustafaj. A kuptot ja. Kur në demokraci thuhet, mirë që zoti Mustafaj shkej zoti me fitu, si ishe e pari që humi Bashkinë e Tiranës, por duhet me thënë, ore falimderit që në brënda kampit opozitar dole dhe sa personazhe tjera, që të tregun që pas kam vota, që të kujtojnë aty në mos veni ato që nuk i votojnë njerëzit, po veni ato që votojnë, se kjo roli demokracisë më radhë parë. Ndërsa ne na thonë, mos hyni këtu se i prishni punë, që i prishni punë. Kujtë për i prishin punë? Një. E para punë. E dyta... Në parim për i prishin punë, në më thënë, njerëzve opozitarë që duan këtë ndryshim pushtetit. Pra unë që kërkoj një ndryshim pushtetit, kjo më njërë se si ju të menagjoni opozitën. Po unë kam frykë që për të ndru pushtetin du unërë, nuk du në ato. Që ato në pushtet kanë qenë, u merë kam vesh, u morën vesh për kushtetut, u morën vesh për ligjën zgjedhor, u morën vesh godasim drejtësinë e re. Ka mundësi që e du unë të ndroj pushtetin. Jo ato. Prandaj ne të bëjmë një analizë politikë, mërë dhe këtë gjykon qytetare, unë kam për detyrë të jap një ofertë. Nuk marret kjo paradhënje e mirë dhe e para. Të themi kundërshtarët e zotit Berisha në opozit, nuk krijojnë dot një pol? Po si dhe e bëjmë, pra, do rrim gjithë jetën, po me Berishën, e këtë analizë bëjmë pak po them pa Berishën, por prap, ata që nuk e duan Berishën në opozit, do votoni një pol tjetër, i cili kishte prirjet e tyre opozitare, të djafta, por këta nuk bojnë do djafta. Por ama mund të prodhonin mandate. Mërë do prodhoj mandate, ju e para gjykoni që në fillimër, do prodhoj mandate. Shiko, ka dhe i gjë. Kjo koncept bazës, në emër, flasim në emër të liristë, që e demokraci. Ju thoni merë një votat e këtyre. A thu se votat i kanë thes ato shpinë, dhe unë i fuz dorën këtë thesi. Po them votat e tyre, zotim. Po jam arburë. Ne marim votat e qytetarve, biles qytetarve më të mirë, më të lirë nga mëndja, të cilët e kuptojnë që ore pas ka një alternativë tjetë. Se i pas kanë ato, që kanë votat me gësht. Nuk po them votat e tyre, po them votat kundër pushtetit. Ore kundër pushtetit janë edhe këto tonat. Pa tjetër pra, po humbin, duke ndarë, humbin vlerën e tyre. Kjo është. Ja, do të shikoni që nuk humbin. Sigurisht, ligjin e kam bërë vetë tore. Edhe e kam bërë për shumë të tjere. Si që përshtatët ligjit, duke equr emrat e listës së mbyllur, mund t'i përshtatës që të ligjit duke krijuar një pol? Jemi mundu, pra ja, ne kemi bërë, jemi të vetmit, ne dhe ato, qërë janë ato, thurja, që jemi puq dy grupe. Ne, unë edhe këj grupi Alibet, të regum që pas ka shqiptar që u puq ka. Që bëka këtë tjerët së më rritëm do të mërë burë, sa i të bëjmë të që me zorë, si marim do të. Edhe ato të regun të skjuar, aji Lapaj dhe aji tjetëri Shaban. Do kalojme të pysë për ata. A Bilje kaj? Po të ishim punë gjithë, do ishë edhe më mirë, për që jam rritëm.